Aty ku lajmi takohet me njerëzit. Këtu takomi me lajmin në Radio Kosovë, me ngjarjet që zhvillohen e që ndodhin në vendin tonë. Sot, siç ju thash më herët, është në Prishtinë panajiri studentor, një ngjarje që do t'i bëj bashk studentët me idetë të tyre kreative, me energjinë që kanë vetë studentët. Oda ekonomike e Kosovës ka menduar për ta, t'i mbledh bashk sot në këtë të shtunë në Prishtinë. Është me ne Venera Rexha, drejtoreshe e Departamentit për Projekte dhe Promovim të Investimeve në Odën Ekonomike të Kosovës, e cila ka menduar dhe ka ideuar këtë projekt. Venere dashur, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Sa e mirë që qenë ke më i Venere. Faleminderit. Çu keni menduar këtë vret? Po, panajiri studentor po organizohet për herë të parë periudhës ekonomike të Kosovës. Nuk është që kemi pas evente të tilla më herët për studentët, ofrojmë trajnime të ndryshme, po jo panajire. Dhe më thonë është ka ardhur ide duke parë hendekun mes akademisë dhe sektorit privat. Ky panajir synon të mbledh studentët prej gjithë rajoneve të Kosovës për të prezantuar idetë e tyre që i kanë, projektet që i kanë duke i zhvilluar në universitete të ndryshme. Dhe i kemi ftuar njëkohësisht anëtarët tonë, kompanitë për me i vizitu edhe me i pa mundësitë e bashkëpunimit, punës praktike, ndoshta edhe punësimit. E çfarë profilesh kanë studentë të ftuar që do të vinë pjesë apo kreti? Nuk keni bërë për jashtë? Kemi profile të ndryshme. Jemi fokusu më shumë tek fakultetet teknike, po kemi edhe fakultetet të tjera. A keni konfirmim tash të pjesëmarrjes së studentëve në këtë panajir? Po, i kemi diku ndoshta mbi 60 studentë që kanë me marrë pjesë Sa mirë. Në panajirin tonë, po. Edhe cila është mundësia e përfshirjes së tyre në këto bashkëpunime? Po besoj që kanë me pas mundësi për mes prezentimit projekteve, ideve edhe punëve që i bojnë në për universitete, kanë me pas mundësi me i shpallos edhe me kompani të cilët kanë mungesë të fuqisë punëtore, ndoshta kanë mundësi për punë praktike, po shumë e theksuar. Ju theshni një departament e rëndësishëm për projekte dhe promovim të investimeve në OD, edhe besoj aty ishin problemet më të mëdha. Po, se është një departament që ka shumë aktivitete, kemi shumë aktivitete në kuadër të departamentit, projekte të ndryshme, të natyrave të ndryshme, më shumë e kemi fokusin të panajiret, të forumet ekonomike, takimet B2B mes kompanive kosovare dhe shteteve të ndryshme, të cilat i organizojmë gjithmonë përmes ambasadave përkatëse të shteteve të ndryshme. Vetëm prej muajit gusht deri në fund të vitit planifikojmë që me mbyll vitin me diku rreth 20 B2B. Po, takime B2B me shtete të ndryshme. Tash sapo e kemi përfundu forumin ekonomik me Finlandën, ka qenë fokusuar në sektorin e ICT-s. A janë profitabile këto takime, se janë më të afërt duket, më do drejt për drejt? Po, janë shumë, mu më pëlqejnë shumë takimet B2B, se kompanitë janë shumë afër, kanë mundësi me pa njëri tjetrin edhe me diskutu edhe për çështje. Po, nuk janë krejt formale. Nuk janë shumë formale, po normalisht e fillojmë na me pjesën formale, me ato prezantimet me panele të ndryshme diskutimi për tematika të ndryshme, problemet që i kanë sektori. Njëri tjetrit edhe ndoshta mund të lidhin bashkëpunime më konkrete. Po, se zakonisht pas takimeve mas ne organizojmë edhe vizita në për kompanitë tona. Unë tentoj me i sjell këto kompanitë prej vendeve të ndryshme, jo me i çu kompanitë tona jashtë, se është mënyrë më e mirë për me promovu vendin tonë, se shohin kulturën, vendin, njerëzit që janë shumë të afërt, edhe shumë profesionist. Cilat janë praktikat për këtë projektin e panajirit me student që keni pa në vendet të tjera? Ka funksionuar, duket e keni organizuar edhe herave të tjera, apo ç'është? Në fakt, panajiri studentor është organizuar për herë të parë, është në bashkëpunim me komunën. Komuna kanë qenë shumë bashkëpunues, sidomos departamenti i kulturës. Na kanë ofruar këtë pjesën e tunelit që është renovu, edhe ofroni po sa mirë është kur punohet mençur, është ndru pjesa e tunelit aty. Po. Ofroni infrastrukturë shumë të mirë. Po, që aty kene me majta? Po, aty. Edhe bashkë kreative për këta të rinjë? Po, shumë kreative. Ka LED screens, normalisht ne gjithmonë për panajire kontraktojmë kompani që i ndërton mandi ato shtondet, ju ofron taman kushtet për mi prezentu qoftë produktet e tyre, qoftë projekte që i kanë. Sot përshtatshëm se po bie shi, kështu që taman tine. Në tunel edhe keni ndriçimin besoj mjaftueshëm aty për me organizu krejt që
që duhet. Venir, sa është e nevojshme të Oda të hulumtoj projekte të ngjashme me i përfshi njerëzit që mund të mos jenë në dieni ndoshta për mundësitë që mund t'japin ata. Për shembull, student kanë energji të nda, kanë ide të ndryshme, sot e kanë botën e hapur, mund të shohin gjithandej punë të mira e ndoshta nuk mund t'i mbrin. Sa është e rëndësishme që Oda t'i lidh këta me biznese të caktuara ku ata mund të përtojnë më lehtë në treg. Po duke parë të rëndësishme dhe hendekun që është krijuar mes akademisë dhe sektorit privat, ne e kemi mendu si mundësi dhe platformë më shumë. Po, si mundësi dhe platformë shumë të mirë për promovimin edhe të studentëve, po edhe kompanive mi ofru një mundësi për me pa që kemi student mirë, fuqi punëtore profesionale, që munden me bashkëpunu në të ardhmen. Në cilat fusha në Kosovë mund të lidhen bashkëpunime më shumë, që ndoshta diku ka priri pak më shumë, a kemi student shumë të mirë për shembull në fushën e teknologjisë, në IT, në shkencat kompjuterike, është një trend që kërkohet më shumë. Po besoj jemi kampion atë fushë, po për të rinë tonë, dhe më thonë jemi, me thonë një ndër vendet që më së shumti shet shërbime jashtë vendit në fushën e ICT-s, gjithashtu edhe në sektorin privat. Zakonisht forumet ekonomike, takimet B2B që organizojmë, fokusin e kemi gjithmonë edhe tek ICT-a, se zakonisht fokusumen në disa sektor, një ndër më të rëndësishmet është edhe ICT-a, se është një sektor që jemi shumë të mirë dhe mundemi me bo shumë. Në projektin e sotëm, që kene me panairin studentor, sigurisht do të nxjerrni në fund të ditës edhe një konkluzion për me pa se kush ku është bë bashkë me këto ideët kreative që do t'jenë nuk dyshoj nga student e mirë. A keni me siguru ose me garantu një bashkëpunim mes këtyre bizneseve, Oda çfarë roli ka në këtë mes? Po ne bëjmë përpjekje edhe të tjera përveç panairit, për me ndërhidh. Me i taku sot. Po me i përcjell. Jo, nuk mjafton. Nuk mjafton, po na vazhdimisht mundohemi me i ekspozu studentët tek kompanitë antare që i kemi, se ne i kemi një numër të madh antarëve, diku rreth 18.000 antarë. Po i kemi të ndarë në sektor të ndryshëm, në shoqata të ndryshme që janë të themelu brenda Odës, të grumbulluara në sektor, edhe varësisht prej nevojave të sektorit ne organizojmë tryeza, organizojmë forume, organizojmë takime B2B, edhe panaire. E kemi përveç këtij panairi që është tu bo për herë të parë, ne i kemi edhe panairin ndërkombëtar Prishtina, varësisht prej vitit e merr edhe emrin Prishtina 2025-26, organizohet çdo vit në pranverë, në muajin maj. Edhe aty mbledhim të gjithë sektorët e ekonomisë, aty përveç kompanive vendore, ftojmë edhe kompani ndërkombëtare. Gjithmonë prej kontakteve dhe rrjetit që ne e kemi kriju përmes memorandumeve të bashkëpunimit me oda të ndryshme të vendeve të ndryshme. Ata vinë si delegacione, marrin pjesë në panair, shohin kompanitë tona, po gjithashtu gjithmonë i ftojmë edhe studentët të marrin pjesë, shohin mundësi për punë praktike, për punësim, mundësi që ofrohen prej kompanive tona. Përveç kësaj, organizojmë edhe trajnime që janë qoftë një ditore, 2-3 ditore të ndryshme edhe për studentë edhe për sektorin privat. Ne kemi gjetë pikën më të ndjeshme, ndoshta kur shumë biznese po përballen me mungesë të punëtorëve, ndoshta do të bëni interese dyjanshëm edhe për punëdhënësin edhe për punëmarrësin në këtë rast. Patjetër. Besoj që sot ndoshta kanë me pas një lidhje konkrete. Venere dashur, gjithmonë kënaqësi me ju pas në program Juve të Odës, e di që kam një farë simpati për Odën ekonomike të Kosovës, sepse e di që e ngrit zanin për shumë probleme ose shumë situata që përballet vendi ynë edhe në aspektin ekonomik. Cili është projekti i radhës që keni me pas deri në fund vitit? Projekti i radhës si forum ekonomik është me Japoninë. Kemi me mbledh kompani në sektorin e ICT-s dhe energjisë. Ky forum planifikohet të mbahet në nëntor, në fillim të nëntorit, pastaj kemi me shtetin e Slovenisë një forum tjetër, gjithashtu ka me u fokusu në sektorin e sigurisë dhe ICT-s. Pastaj kemi një projekt shumë të madh që edhe ai po bëhet për herë të parë, është Forumi Ekonomik Brezovica. Është një konferencë investive mund ta quaj, se kemi
fokusin tek promovimi i investimit. Këtu kemi ftu aktorë shumë të rëndësishëm nga rajoni dhe mbar bota. Kjo ka më fokusu më shumë në sfida trajenale, po edhe në growth plan. Këtu kanë me qenë prezent të gjithë kryetarët e odave të rajonit, duke qenë se ne udhëheqim si iniciativë Chambers Investment Forum. Gjithashtu ata kanë me sjellë me vete edhe kompani nga ekonomitë e tyre. Po ashtu kemi me pas zyrtar shumë të rëndësishëm nga BE-a, Euro Chambers dhe gjithë aktorë të rëndësishëm edhe bashkëpunëtorë që i kemi kriju deri Ty përbika bara më e madhe në këto projekte për promovim të investimeve, sepse nuk është punë e lehtë venir me drejtu këtë departament, se sado që kemi nevojë për investime, promovimi i tyre me ekspozu gjithë mira që ka vendi ynë është një sfidë në vetë, apo? Po është sfidë, po është edhe kënaqësi, njëkohësisht po. Sa e mirë je. Faleminderit shumë venire dashur. Ne do t'i përcjellim këto aktivitete që ka Oda, që keni ju bashkë për me nda me publikun tonë detajet e të mirave që bëhen në këtë vend, sepse jemi mësuar me dëgju dhe veç. Unë jam e prirur me dëgju të mirat, nuk du me dëgju lajmit, kështu ai kom thon fitës në mëngjes. Du me pa me dëgju veç mirë, nuk du me dëgju keq apo jo. Faleminderit gjithsesi. Shumë kënaqësi me të pasën program. Mëngjesit uroj sot të kaloni mirë me panajirin studentor, po besoj që keni mja dalë ashtu si që keni mendu. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Dëgjuese dashur, ishim me Venera Regja, drejtoreshe e Departamentit për Projekte dhe Promovim të Investimeve në Odën Ekonomike të Kosovës. Oda sot organizon panajirin studentor në Prishtinë, një ngjarje që do të bëj bashk student të fakulteteve të ndryshme, të cilët do të kenë raste mundësi të takohen me biznese, siç tha Venera, por me pa mundësitë e tyre të bashkëpunimit edhe për tregun që ata mund ta synojnë. Do të kthehemi për pak me informacione tjera.